Përshëndetje. Miq, para se të filloj me historinë, na shkruani se nga cili qytet po na shikoni. Vera e vitit 2019 erdhi me një diell të përvëluar mbi qytetin e Bolonjës. Rrugët e ngushtë e qendrës historike ishin mbushur me turistë që kapnin foto përpara kullës Asinelli, ndërsa aroma e espressos së freskët përzihej me erën e picas që piqej në furrat me dru të tratorive të vjetra. Por për Ermalin, një djalë 32 vjeç nga Shkodra, ky ishte vetëm një tjetër ditë pune. Një ditë tjetër larg shtëpisë, larg familjes, larg asaj jete që kishte ndëruar dikur. Ermali zgjohej çdo mëngjes në orën 5:30. Apartamenti i tij ishte një studio e vogël në periferi të qytetit, në një ndërtesë të vjetër me muret e çarosura dhe shkallët që kërcëllinin çdo herë që hidhte hapin. Dhoma e tij ishte e thjeshtë deri në pikën e dhimbshme. Një krevat, një tavolinë e vogël, një dollap i vjetër druri dhe një dritare që shikonte drejt një obori të ngushtë ku fëmijët luanin futboll pasdite. Në murin pranë krevatit, ai kishte ngjitur një fotografi të familjes. Nëna, babai, dy motrat e vogla që e shikonte çdo natë para se të flinte, duke ju lutur Zotit që një ditë i bashkonte përsëri. Ishte viti i 5 që Ermali jetonte në Itali. Kishte ardhur me ëndra të mëdha, siç vinin shumë të rinj shqiptar. Ëndra për një jetë më të mirë, për të ndihmuar familjen që kishte mbetur në Shqipëri, për t'u bërë dikush. Por realiteti ishte shumë i ashpër se sa ëndrat. Ermali punonte si punëtor në një kantier ndërtimi, duke ngritur tulla dhe mbartur sako cimento në diellin e nxehtë vere dhe shiun e ftohtë dimri. Ishte punë e rëndë që të thërriste krahët dhe kurrizin, por ai nuk ankohej kurrë. Çdo euro që fitonte ishte një hap më afër shpresës. Në mëngjesin e aty të premte të verës, Ermali u përgatit si zakonisht. Lau fytyrën me ujë të ftohtë, veshi bluzën e vjetër të punës që ishte një losur me bojë dhe cimento dhe piu një kafe të zezë të shpejt duke shikuar nga dritarja. Qielli ishte blu i pastër, por ajri kishte atë lagështirë të rëndë që paralajmëronte stuhin. Ai dinte se dita do t'i ishte e gjatë. Duke zbritur shkallët, u ndesh me zonjën Gjulja, pronaren e ndërtesës, një grua e moshuar që gjithmonë kishte një buzëqeshje të ngrohtë për të. "Buongiorno Ermal", i tha ajo me theks të trash bolonjez. "Do të punosh shumë sot apo jo?" "Si gjithmonë zonja Gjulja", ju përgjigj Ermali duke buzëqeshur. "Por jam mësuar." "Djali mirë", tha ajo duke tëndur kokën. "Nëna jote duhet të jetë krenar për ty." Ato fjalë e prekën thellë. Ermali shpesh mendonte për nënën e tij, një grua e fortë që kishte punuar gjithë jetën duke shitur fruta dhe perime në treg, duke munduar të mbaj familjen pasi babai kishte humbur punën. Ai i dërgonte paratë çdo muaj, por dinte se nuk ishte e mjaftueshme. Donte të bënte më shumë. Donte t'u jepte një jetë më të mirë. Stacionet e autobusave ishin të mbushura me punëtor, student dhe njerëz që shkonin në punë. Ermali ul pranë dritares dhe shikoi qytetin që kalonte përpara syve. Pallate të vjetra me balkone plot lule, sheshe historike, kisha me kambanore që ngriheshin drejt qiellit. Bolonja ishte e bukur, por nuk ishte shtëpia e tij. Ndonjëherë ndjente një trishtim të thellë, një mall që e mbytente, sidomos kur dëgjonte turistët që flisnin me entuziazëm për pamjet, ndërsa ai thjesht po shkonte të punonte edhe një ditë tjetër në kantier. Kantieri ku punonte Ermali ndodhej në një zonë në rindërtim në skajin e qytetit. Aty po ngrite një kompleks banesash modern, 4 ndërtesa me oxhatje qelgji dhe balkone të mëdha. Inxhinieri, zoti Roseti, ishte një burr i rrept por i drejtë. Ai e respektonte Ermalin, sepse djali punonte shumë dhe nuk ankohej kurrë. "Ermal", thiri zoti Roseti teksa Ermali hyri në kantier. "Sot do të punosh në katin e 4, duhet të përfundoj murin beri në fund të javës." "Në rregull, zoti Roseti", i përgjigj Ermali duke veshur kasketën e verdhë të sigurisë. Dita kaloi si gjithmonë. Ngritje tullash, hedhje të çimentos, karrocë që lëviznin andej këndej. Djemtë e tjerë që punonin aty ishin një përzierje kombesh. 2 shqiptar si ai, 1 maroken, 3 italian dhe 1 rumun. Ata flisnin pak, punonin shumë. Në pushimin e drekës ule në hije dhe hante një sanduiç me prosciutto që kishte përgatitur në mëngjes, duke dëgjuar zërat e largët të qytetit. Por diçka në atë ditë e bëri Ermalin të ndihet i shqetësuar. Nuk e dinte çfarë ishte. Ndoshta qielli që po e rrësohej shpejt,
Ndoshta era e fortë që kishte filluar të frynte, apo ndoshta vetëm një ndjenjë e brendshme që diçka po vinte. Ai mërzitej me veten kur mendonte kështu. Je tepër supersticioz, i thoshte vetes. Por ndonjëherë ndjenjat e brendshme flasin të vërtetën. Ora 5 e pasdites arriti më në fund dhe punëtorët filluan të largoheshin. Ermali mblodhi mjetet, u la nga inxhinieri dhe filloi të ecte drejt stacionit të autobusit. Por në vend që të merrte rrugën e zakonshme, diçka e shtyta ndryshonte itinerarin. Ndoshta ishte lodhja, ndoshta dëshira për të parë diçka tjetër. Ai vendosi të ecte përmes qendrës së qytetit, edhe pse do të thotë 15 minuta më shumë. Rrugët ishin plot jetë. Kamarierët shtrinin tavolina jashtë restoranteve, shitësit u lisht thirrnin turistët, ciklistët i godisnin zileve duke kaluar mes turmave. Ermali ecte ngadalë duke shijuar pak atë atmosferë që rrallë kishte kohë ta përjetonte. Kaloi pranë sheshit Maxhore, ku disa studentë po këndonin në kitar dhe pastaj hyri në një rrugë më të ngushtë që e çonte drejt stacionit të ri. Ishte pikërisht në atë moment që e dëgjoi. Një zhurmë e tmerrshme, fërshëllima e gomave, një bërylitje metali dhe pastaj një uluritje lart që e ndërpreu çdo zhurmë tjetër në atë rrugë. Zemra e Ermalit u ndal për një moment. Njerëzit filluan të vrapojnë nga rruga e madhe, duke bërtitur: "Dikush thirri, incidente, chiamate l'ambulanza." Aksident. Ermali nuk e mendoi dy herë. Këmbët e tij filluan të vraponin para se truri të merrte vendim. Ai kaloi mes njerëzve që po mblidheshin, duke shtyr disa që qëndronin në vend nga shoku. Kur arriti në vend, pamja që pa e bëri ta ndalte frymën. Një makinë e kuqe kishte përplasur një motor skuter në një kryqëzim. Skuteri ishte i rrëzuar në tokë, rrota e pasme ende po rrotullohej ngadalë. Shoferi i makinës kishte dalë dhe po thërriste të tmeruar. Non lo vista, nuk e pash, por Ermali nuk po e dëgjonte. Sytë e tij ishin të ngulur të figura që shtrihej në rrugë disa metra larg skuterit. Një grua, flok të gjata, kaftan të shpërndar rreth kokës, trupi i palëvizshëm. Një pellg gjaku po shtrihet ngadalë nën kokën e saj. Njerëzit po bërtisnin, po thërrisnin për ambulancë, por askush nuk po afrohej. Ishin të friksuar, të shokuar, të paaft për të vepruar. Por Ermali jo. Koha dukej sikur ngadalsohej. Çdo sekondë zgjatej në një përjetësi kur Ermali u përkul pranë gruas që shtrihej në rrugë. Zhurma e turmës, klaksonat e makinave që po ndaloheshin, britmat e njerëzve, të gjitha u bën një murmurim e largët, si të ishte në ujë. Zemra e tij rafte aq fort sa ndjente pulsin në vesh, por duart e tij ishin të qeta. Signora, mi sente? Thirrja ai duke u përkulur më afër. Zonjë, më dëgjoni? Gruaja nuk përgjigjej. Fytyra e saj ishte e zbetë, pothuajse e bardhë si gëlqerja. Nga një plag në ball, gjaku rrjedhte nga bal, duke i njollosur flokët kaftan. Ermali vuri dorën me kujdes pranë qafës së saj, duke kërkuar pulsin. Për një moment që i duk sikur një jetë e tërë, nuk ndjeu asgjë. Paniku filloi të ngrihet në kraharor të tij. Pastaj, një rrahje e dobët. Ishte ende gjallë. Evviva, ajo është gjallë, thirrja ai duke u kthyer nga turma. Dikush ka thirrur ambulancën? Si, po vjen, thirri dikush nga turma. Por Ermali dinte se çdo sekondë ishte jetike. Ai kishte mësuar disa gjëra bazike të ndihmës së parë kur punonte në kantier, ishin të detyruar të merrnin kurse sigurie. Ishte një mjek, por dinte se nëse gruaja kishte gjakërdhjedhje të brendshme ose lëndim në kuriz, lëvizja e saj mund të ishte fatale. Por nëse zgjohej dhe fillonte të lëvizte, po nëse mbytej me gjak, duart e tij vepruan me instinkt. Hapi me kujdes gojen e gruas për të kontrolluar nëse kishte diçka që po e mbythte. Pastaj me lehtësinë më të madhe që mundi, e ktheu kokën pak në një anë për të lejuar gjakun të rrjedhte lirshëm. Hoqi jaketën e tij të punës dhe e vuri nën kokën e saj, për ta mbajtur të qëndrueshme. Non la muovete, thirri një zë nga turma. Mos e lëvizni, mund të ketë dëmtim në qafë. E di, ju përgjigj Ermali, por duhet ta ndihmoj të marr frymë. Shoferi i makinës u afrua, duke dridhur nga koka në këmbë. Ishte një burr në të 50-tat, me sy të tmerruar. Jo non volevo, ajo doli befas,
Zëri i tij ishte i thyer. "Mos u shqetëso tani", i tha ai Ermali pa e hequr shikimin nga gruaja. "Ambulancia po vjen." Për minutat po kalonin aq ngadalë. Ermali mbante dorën te pulsi i gruas, duke e kontrolluar vazhdimisht. Rrahjet ishin të dobta, shumë të dobta. Ai filloi të fliste me të, edhe pse nuk e dinte nëse mund ta dëgjonte. "Zonjë, qëndroni me mua", murmoriti në gjuhën e tij, pastaj në italisht. "Signora, rezisti, ndihmë po vjen, ju lutem luftoni, mos u dorëzoni." Për një moment ai pa që pallat e saj televizin. Ishte një lëvizje pothuajse e padukshme, por mjaftoi për t'i dhënë shpresë. "Po, kështu, më dëgjoni, qëndroni me mua." Më në fund zëri i sirenës u dëgjua në largësi. Ishte zëri më i bukur që Ermali kishte dëgjuar ndonjëherë. Ambulanca arriti pas 2 minutash që i duken sikur 2 orë. 2 paramjekës zbritën me vrap, duke mbartur një barel dhe një çantë emergjence. "Spostatevi, lëvizuni", thiri njëri prej tyre, një burr i gjatë me mjekër të shkurtër. Ermali u tërhoq mbrapsht, por paramjeku e ndali. "Aspetta, ju ishit këtu i pari?" "Po", tha Ermali. "Çfarë bët?" "E kontrollova pulsin, sigurova që të mos mbytej me gjak, e qëndrova të qetë, nuk e lëviza shumë." Paramjeku e pa me respekt. "Mirë, shumë mirë. E keni shpëtuar ndoshta." Ato fjalë i zunë Ermalit frymën. Ai nuk ishte menduar për atë, kishte vepruar vetëm nga instikti, por tani, duke parë paramjekut që po punonin me shpejtësi për ta stabilizuar gruan, për ta vënë në barel, duke i lidhur një maskë oksigjeni, ai e ndjeu peshën e momentit. Kjo grua mund të kishte vdekur, dhe ai, Ermali nga Shkodra, një punëtor i thjesht kantieri, kishte bërë diçka që ndoshta ja kishte shpëtuar jetën. "Do ta çojmë në ospedale magjore", tha paramjeku. "Ju duhet të vini me ne, policia do të dojë të marrë dëshminë tuaj." Ermali u ngjit në ambulancë pa hezituar. Brenda, gruaja shtrihej e lidhur me tuba dhe monitor. Paramjekut po kontrollonin shenjat jetike, po komunikonin me spitalin përmes radios. Ermali ul në një koltuk anash dhe e shikoi fytyrën e saj. Edhe me gjithë gjakun dhe zbehjen, ajo kishte tipare delikate, një fytyrë që dukej i njohur, por ai nuk mund ta vendoste pse. Gjatë rrugës për në spital, paramjeku fori përsëri. "Si e keni emrin?" Ermal Gjoni." "Shqiptar?" "Po." Paramjeku tundi kokën. "Respekt. Shumë njerëz do të kishin kaluar thjesht. Ju nuk e bët." Ermali nuk dinte çfarë të thoshte. Ishte e drejta. Kur ambulanca arriti në spitalin magjore, mjekët e pritën përpara hyrjes së emergjencës. Gruaja u çua me barel dhe zhduk për brenda në një vorbull të bardhë, të i lekëve mjekësore dhe dyrëve automatike që hapen e mbyllen. Ermali mbeti në korridorin e ftohtë të spitalit, duke u ndier befas shumë i vogël dhe i humbur. Një oficer policie u afrua pas 10 minutash. Ishte një grua në të 40-tat me një shprehje të rrept, por jo të ashpër. "Zoti Gjoni? Jam oficerja Marteli, kam nevojë për dëshminë tuaj." Ermali i tregoi gjithçka. Ku ishte? Si e kishte dëgjuar aksidentin? Çfarë kishte parë? Çfarë kishte bërë? Oficerja mori shënime me kujdes. "Dhe ju nuk e njihni viktimën?" "Jo, e pash për herë të parë sot." "Mirë, do t'ju kontaktojmë nëse kemi nevojë për më shumë informacion. Për momentin jeni i lirë të shkoni. Por, zoti Gjoni." "Po?" Oficerja nguroi, pastaj i tha, "Atë që bët sot, jo shumë njerëz do ta bënin. Keni zemër." Ermali nuk e dinte çfarë të thoshte. Ai thjesht tundi kokën dhe u largua nga korridori i spitalit, duke u ndier si në një ëndër të çuditshme. Jashtë nata kishte zbritur mbi Bolonjë. Dritat e qytetit shkëlqenin kundër qiellit të errët. Ermali filloi të ecë drejt stacionit të autobusit, por këmbët e tij të lodhura mezi e mbanin. Adrenalina kishte kaluar dhe tani ndjente rënjen, një lodhje kaq të thellë sa mezi qëndronte në këmbë. Kur arriti në apartamentin e vogël, ai u hodh në krevat pa u zhveshur. Por gjumi nuk erdhi lehtë. Çdo herë që mbyllte syt e shihte përsëri atë skenë, gruan, gjakun, dorën e tij duke kontrolluar pulsin, sirenën e ambulancës. Atë natë Ermali nuk e dinte ende se ajo që kishte bërë do të ndryshonte çdo gjë. Nuk e dinte se gruaja që kishte shpëtuar do të hynte në jetën e tij në mënyra që ai nuk mund t'i imagjinonte dot. Nuk e dinte se ky moment i thjesht i mirësisë do të bëhej fillimi diçkaje shumë më të madhe. Por për tani, ai thjesht fjente, i lodhur, i shtrirë dhe pa e ditur se jeta e tij sapo kishte marrë një drejtim plotësisht të ri.
Java që pasoi ishte e çuditshme për Ermalin. Ai u kthye në rutinën e tij të përditshme, zgjohej herët, shkoi në kantier, punonte në diell, kthehej në shtëpi I lodhur. Por diçka kishte ndryshuar për brenda tij. Çdo herë që mbyllte syt e shihte përsëri atë skenë, gruan shtihej në rrugë, gjakun, fytyrën e saj të zbetë. Dhe çdo herë pyeste veten, a mbijetoi? Si është tani? Ai nuk kishte asnjë mënyrë për ta ditur. Policia nuk e kishte kontaktuar përsëri, dhe ai nuk dinte emrin e gruas për ta kërkuar në spital. Mendoi disa herë të shkonte në Ospedale Maggiore dhe të pyeste, por pastaj e konsideroi shumë të çuditshme. Çfarë do të thoshte? Përshëndetje, unë jam burri që ndihmoi dikë në aksidentin e kaluar javës. Kështu që përpiqej ta harronte, duke mbuluar mendjen me punë dhe rutinë. Por në fund të çdo dite, pyetja kthehej. Si është ajo? Ishte e njëjtë pasdite kur telefoni I u dridh. Ishte një numër I panjohur italian. Ermali nguroi, pastaj I u përgjigj. Pronto? Zoti Gjoni, Ermal Gjoni, ishte një zë femre, formal, por I sjellshëm. Po, jam unë. Mirëmëngjes. Unë quhem Dr. Bellini, jam mjeke në Ospedale Maggiore. Po ju telefonoj në lidhje në pacienten që ju ndihmuat javën e kaluar, zonjën Alessia Caruso. Zemra e Ermalit rahur më shpejt. Si është ajo? A është mirë? Ajo është stabilizuar, tha mjekja. Pati një gjakrrjedhje në tru dhe disa fraktura të rënda, por me operacion dhe trajtim, ajo është jashtë rrezikut. Dhe, zoti Gjoni, dua t'ju them se ajo që bët në skenën e aksidentit ishte vendimtare. Nëse do të kishte humbur edhe një minutë pa ndim, pasojat do të kishin qenë katastrofike. Ermali mbështeti shpinën në mur, duke lëshuar një frym që nuk e kishte kuptuar se po e mbante. Faleminderit që më treguat. Jam shumë I lumtur që ajo është mirë. Dhe edhe ajo dëshiron t'ju falenderoj, vazhdoi mjekja. Kur ajo u zgjoa dhe I treguan çfarë kishte ndodhur, kërkoi menjëherë të dinte kush e kishte ndihmuar. Ajo dëshiron t'ju takoj, nëse është e mundur. Ermali mbeti pa fjalë. Të më takoj? Po, natyrisht. Vetëm nëse ju dëshironi. E kuptoj që mund të duket e çuditshme, por ajo insiston. Dëshiron t'ju falenderoj personalisht. Sigurisht, tha Ermali pa e menduar 2 herë. Kur? A jeni I lirë nesër pasdite, rreth orës 3? Po, jam. Shumë mirë. Do t'ju pres në hyrjen e klinikës së traumës, kati I 3. Kur mbyllën telefonin, Ermali qëndroi për një kohë të gjatë duke shikuar ekranin. Alessia Caruso. Pra, ajo kishte një emër, kishte një identitet. Dhe tani, ajo dëshironte të takonte. Nata kaloi pa gjomë. Ermali kthehej vazhdimisht në krevat, duke menduar se çfarë do të thoshte, si do të sillhej. Ndjehej I trembur, një ndjenjë absurde duke pasur parasysh se kishte bërë thjesht atë që ishte e drejtë. Por megjithatë, ndjenja ishte atje, si të ishte duke shkuar në një takim të rëndësishëm. Të premten, ai mori pushim nga puna, një gjë që rrallë e bënte. Zoti Roseti u habit, por e la. Të duhet të shkosh në spital? Pyeti me shqetësim. Jo, unë jam mirë, tha Ermali. Thjesht, kam një takim. Ai veshi rrobat më të mira që kishte, një këmish blu të thjeshtë dhe pantallona të zeza. Në pasqyrë, shikoi veten dhe u ndo sikur shihte një version të tij që nuk e njihte plotësisht. Kush ishte ky njeri që po shkonte të takonte dikë që kishte shpëtuar? Spitali gjatë ditës ishte shumë më I gjallë se sa natën e aksidentit. Njerëz ecnin nëpër korridore, infermierët transportonin pacient, mjekët flisnin me tone të shpejta dhe qeta. Ermali gjeti klinikën e traumës dhe u takua me doktor Bellini, një grua në të 40-tat me një buzëqeshje të sjellshme. Zoti Gjoni, faleminderit që erdhët, tha ajo duke I shtrënguar dorën. Zonja Caruso po ju pret, ndiqni ju lutem. Ata ecën përmes një korridori të gjatë deri te një dhunë private në fund. Doktor Bellini trokiti lehtë, pastaj hapi derën. Dhe atje, ulur në një krevat spitali me jastakë pas shpine, ishte ajo, Alessia Caruso. Për një moment, Ermali nuk mundi të fliste.
Gruaja para tij nuk kishte më figura e zbeth që kishte parë në rrugë. Ajo kishte ngjyrat e kthyera në fytyrë, edhe pse ende të zbehta. Flokët e saj kafan ishin përshtjellur mbrapa dhe kishte një fash të bardhë rreth kokës. Por ajo që e goditi më shumë ishin sytë e saj. Sytë kafe që e shikonin me një intensitet që e bëri ta ndjente sikur ajo po e shihte deri në shpirt. "Zoti Gjoni", tha me një zë të dobët por të qartë. "Jeni ju?" Ermali hyri në dhomë duke u ndier befas shumë i vetëdijshëm për çdo lëvizje që bënte. "Po, unë jam Ermal." Ajo buzëqeshi, një buzëqeshje të vogël që duket sikur e dhemb, por ishte e sinqertë. "Ermal, një emër i bukur." "Faleminderit", tha ai, duke u ulur në karrigen pranë krevatit, siç I tregoi mjekja. Alesia e shikoi për një kohë të gjatë, sikur po përpiqej të memorizonte çdo detaj të fytyrës së tij. Pastaj, zëri I saj u thye pak. "Ju më shpëtuat jetën. Mjet të më thanë se pa ju unë nuk do të isha këtu." Ermali tundi kokën. Thjesht bëra atë që do të bënte kushdo." "Jo", tha ajo me vendosmëri. "Jo kushdo. Shumë njerëz do të kishin qëndruar dhe shikuar. Shumë do të kishin pasur frikë. Por ju nuk patët. Ju vrapuat drejt meje." Ajo hodhi dorën e saj drejt tij, dhe Ermali pa se ishte duke dridhur. Pa hezituar, ai e mbajti dorën e saj me kujdes, duke ndjerë se sa e dobët ishte ajo hende. "Nuk ka nevojë për falënderime", tha ai butë. "E rëndësishme është se jeni mirë tani." Sytë e Alesies u mbushën me lotë. "Ju nuk e kuptoni, unë kisha vendosur diçka atë ditë. Kisha vendosur të përfundoja gjithçka." Ermali e shikoi me konfuzion. "Çfarë doni të thoni?" Ajo mori një frym të thellë, duke fshirë lotët me dorën e lirë. "Nuk ishte aksident, zoti Gjoni. Unë e di se të gjithë mendojnë se unë nuk e pash makinën, por e vërtet është, unë nuk doja ta shija. Isha duke nxituar me atë skuterin e mallkuar, pa kask, pa u kujdesur për asgjë. Kisha vendosur që nëse diçka ndodhte, le të ndodhte." Fjalët e saj e goditën Ermalin si një goditje në stomak. Ai nuk e kishte pritur këtë. "Por pse?" Alesia buzëqeshi me trishtim. "Sepse jeta ime kishte rënë në copë. Por tani ju më dhat një mundësi të dytë. Dhe unë ju premtoj se nuk do ta hedh atë." Ata folën për më shumë se një orë. Alesia I tregoi pak nga historia e saj, se ishte një arkitekte e suksesshme, se kishte humbur burrin 3 vjet më parë në një sëmundje të papritur, se puna që dikur e mbushte me pasion tani duke I bosh dhe pa kuptim. Ermali dëgjoi me vëmendje dhe për herë të parë edhe ai foli për veten, për familjen e tij në Shqipëri, për ëndrat që kishte pasur, për jetën e tij si punëtor emigrant. "Ju jeni shumë më tepër se një punëtor", tha Alesia kur ai mbaroi. "Ju jeni një njeri me zemër të madhe, dhe unë do ta gjeja mënyrën për t'ju falenderuar siç meritoni." "Nuk kam nevojë për asgjë", insistoi Ermali. "Vetëm të dija se jeni mirë, është mjaftueshëm." Por Alesia kishte atë shikim në sy, një vendosmëri që I thoshte se ajo nuk do ta pranonte jo për përgjigje. Ditët kaluan, dhe Ermali shkonte në spital çdo pasdite pas punës. Në fillim ai mendonte se do të ishte vetëm për një vizitë apo 2, por pastaj I bëhej një rutinë. Alesia priste çdo ditë dhe ata flisnin për orë të tëra. Mjekët vunë re lidhjen e tyre dhe ishin të lumtur. Ata thanë se Alesia po shëroi më shumë se prisni, dhe ndoshta ishte edhe për shpirtin e saj që po ngrihej përsëri. Por jo të gjithë ishin të lumtur për këtë lidhje. Një pasdite, kur Ermali hyri në dhomë, gjeti Alesian duke folur me një grua elegante në të 50-ën, veshur me një kostum të shtrenjtë dhe me një shprehje të ftohtë në fytyrë. "Ah, ky duhet të jetë shpëtimtari?" tha gruaja me një ton që ishte gjysmë përbuzje, gjysmë kuriozitet. Alesia u ngrit në këmbë duke të pakënaqur. "Ky është Ermali, po. Ermal, ky është Vitoria, motra ime." Vitoria e shikoi Ermalin nga koka te këmbët, sikur po vlerësonte një objekt.
kështu që ju jeni shqiptari që ndihmoi motrën time, sa fisnike nga ana juaj? Toni i saj e bëri Ermalin të ndihet i vogël. Ai tundi kokën në përshëndetje, por nuk foli. Vitoria, ndaloje, tha Alesia me ton kërrepët. Ai më shpëtoi jetën. E di dashuria ime, tha Vitoria duke buzëqeshur pa ngrohtësi, dhe ne të gjithë jemi mirënjohës, por tani që je jashtë rrezikut, mendoj se është koha për të kujdesur për gjërat praktike. Biznesi po vuan pa ty, projektet ka nevojë për vëmendjen tënde. Të gjitha këto mund të presin, tha Alesia. Jo, nuk mund të presin, insistoi Vitoria. Pastaj u kthye drejt Ermalit. Zoti Gjoni, falenderit për gjithçka që keni bërë, ne do ta shpërblej mirënjohjen tonë sigurisht, por tani motra ime ka nevojë të pushoj. Ishte një largim i qartë. Ermali e kuptoi menjëherë. Natyrisht, tha ai duke u ngritur. Alesia do të vi nesër. Jo, mos, filloi Alesia, por Vitoria e ndërpreu. Në fakt, do të ishte më mirë nëse ajo pushon për disa ditë, pa vizita. Tensioni në dhomë ishte i prekshëm. Alesia e shikoi motrën e saj me një mlef të qartë, pastaj u kthye drejt Ermalit. Ermal, ju lutem mos e dëgjoni, ju jeni mirëpritur këtu kur të doni. Por Ermali pa situatën e ndërlikuar, ai nuk donte të shkaktonte problema. Është në rregull, tha ai me një buzëqeshje të vogël. Pushoni dhe shërohuni. Unë do të jem këtu kur të keni nevojë. Kur doli nga dhoma, ai dëgjoi zërin e ngritur të Alesias dhe përgjigjen e qetë por të ashpër të Vitorias. Ishte i qartë se motra nuk e pranonte lidhjen e tyre, cila do që ajo ishte. Javët që pasuan ishin plot dyshime dhe tensione për Ermalin. Ai nuk shkoi në spital për 3 ditë siç kishte premtuar, por çdo ditë njej sikur diçka e rëndësishme mungonte nga jeta e tij. Ai punonte më shumë, duke u përpjekur të mos mendonte, por në fund të çdo dite pyetja kthehej. Si është Alesia? Po mendon për mua? A mendoj për të? Pastaj një mbrëmje, kur arriti në shtëpi, gjeti një zarf në postën e tij. Ishte një letër me dorëshkrim elegant. I dashur Ermal, më vjen keq për sjelljen e motrës sime. Ajo mendon se po më mbron, por në të vërtetë nuk kupton se ju tashmë e keni bërë këtë. Ju më keni dhënë diçka që askush tjetër nuk mund të më jepte. Një arsye për të besuar përsëri në mirësinë e njerëzve. Do të dila nga spitali javën e ardhshme. Kur ta bëj, do të doja shumë të takohesha me ju. Ka diçka që dua t'ju tregoj. Diçka të rëndësishme. Me respekt dhe mirënjohja të pafund. Alesia. Zemra e Ermalit u rrah më shpejt. Ai e lexoi letrën 3 herë, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë mund të donte ajo të thoshte. Por një gjë ishte e qartë. Alesia donte ta shihte përsëri. Dhe ai, edhe pse u përposhta mohonte para vetes, donte shumë ta shihte edhe ai. Diçka po ndryshonte midis tyre. Diçka më e thellë se thjesht mirënjohja. Dhe Ermali, për herë të parë në shumë vite, ndihet sikur jeta e tij po merrte një drejtim të ri. Një drejtim të panjohur, të frikshëm, por edhe emocionues. Java e ardhshme erdhi më ngadalë se sa Ermali donte. Çdo ditë në kantier i dukej më e gjatë, çdo darkë vetmuar në apartamentin e tij i dukej më e zymt. Ai e gjeti veten duke lexuar letrën e Alesias çdo natë, duke u përpjekur të zbulonte kuptimin e fshehur pas fjalëve të saj. Ka diçka që dua t'ju tregoj, diçka të rëndësishme. Çfarë mund të ishte? Më në fund, të premten pasdite, telefoni i tij u dridh përsëri. Ishte Alesia. Ermal, jam unë. Alesia, si jeni? Zëri i saj tingëllonte më i fortë, më i gjallë. Shumë më mirë, dola nga spitali dje, dhe po pyes nëse do të mund të takoheshim. Nesër pasdite, nëse jeni i lirë. Sigurisht. Ku? Ka një kafe në qendër, afër Piazza Santo Stefano. Quhet Cafe del Tempo. A e njihni? Do ta gjej. Ora? 4. Do t'jem atje. Të shtunën Ermali zgjohej më herët se sa e zakonshme, edhe pse nuk kishte punë. Nervozizmi nuk e linte të qetë. Ai provoi 3 këmisha të ndryshme para se të vendoste për një të bardhë të thjeshtë.
Pastaj ktheu në garderobin dhe zgjodhi atë blu që kishte veshur herën e parë që shkoi në spital. Pastaj e provoi atë të bardhën përsëri. Je bër budalla, i tha vetes në pasqyrë. Është vetëm një kafe. Ajo dëshiron të falenderoj. Aq është. Për thellë në zemër, ai e dinte se ishte më shumë se kaq. Caffè del Tempo ishte një vend i vogël, intim, me muret e veshur me libra të vjetër dhe fotografi të bardha e zi të Bolonjës së lashtë. Kur Ermali hyri, e pa Alesian menjëherë, ulur pranë dritares, duke pirë një cappuccino. Ajo ishte veshur thjesht, me një fustan blu të errët dhe një shall lehtë mbi supet. Pa fashën, pa rrobat e spitalit, ajo duke i krit ndryshe. Më e fortë, më e vetësigurt, por edhe më e cenueshme. Kur e pa Ermalin, fytyra e saj u ndriçua. Ajo u ngrit dhe për një moment, Ermali nuk ishte i sigurt nëse duhej ta përqafonte apo thjesht i jepte dorën. Në fund, Alesia zgjidhur për ta. Ajo e përqafoi lehtë, duke e befasuar. "Faleminderit që erdhët," tha ajo duke ulur përsëri. "Kam qenë duke pritur," pranoi Ermali. Ata porasitën kafe dhe për disa minuta folën për gjëra të lehta, si po shërohej Alesia, si ishte puna e Ermalit, koha e bukur e vjeshtës që po vinte. Por Ermali e njeu tensionin, diçka e rëndë ishte duke pritur për t'u thënë. Më në fund Alesia vendosi filxhanin e saj dhe e shikoi drejt në sy. "Ermal, keni qenë të sjellshëm dhe të durueshëm me mua. Më keni dhënë më shumë se sa një shpëtim fizik. Më keni dhënë një arsye për të besuar përsëri. Dhe për këtë, unë dua t'ju them të vërtetën për mua, gjithë të vërtetën." Ermali priti, duke ndjerur se çfarë do të vinte ishte e rëndësishme. Alesia mori një frym të thellë. "Emri im i plot është Alesia Caruso Monti. Mbiemri Monti është nga burri im i ndjer, Lorenzo Monti. Ndoshta keni dëgjuar për familjen Monti." Ermali tundi kokën. "Jo, më vjen keq." Alesia buzëqeshi në trishtim. "Është më mirë kështu. Familja Monti është një nga familjet më të pasura dhe më me ndikim në Bolonjë. Kanë pronë, kompani ndërtimi, investime. Lorenzo ishte i vetmi djali. Kur ai vdiq, trashëgimia erdhi tek unë, dhe me të erdhi edhe presioni, pritjet, kontrolli." Ajo shikoi nga dritarja sikur po shihte në një të shkuar të largët. "Unë nuk u rrita me pasuri. Isha një vajzë e thjesht nga Ravenna që studioi arkitekturë sepse donte të ndërtonte gjëra të bukura. Takova Lorenzo në universitet. Ai ishte i mrekullueshëm, inteligjent, argëtues, i pasionuar për artin. E dashurova menjëherë, ose të paktën dashurova atë që ishte ai, para se presioni i familjes së tij ta ndryshonte." Ajo u kthye përsëri drejt Ermalit. "Kur u martuam, familja e tij nuk ishte e lumtur. Ata mendonin se unë isha thjesht një vajzë që kërkonte paratë e tyre. Nëna e Lorenzovi, Beatrice, më bëri jetën ferr. Ajo më kontrollonte çdo gjë, ku shkoja, me kë flisja, çfarë veshja. Dhe Lorenzovi nuk më mbrojti. Ai ishte shumë i dobët përpara nënës së tij." Zëri i saj u thye pak. "Kur Lorenzo vdiq nga një sulm në zemër 3 vjet më parë, unë mbeta e vetme me atë fat pasurie, por edhe me atë urrejtje. Motra ime, Vitoria, që e takuat në aksident, është një i vetmi që më ndriçoi. Ajo ishte vallë në firmën e një përsekutuesi dhe ka një partner të ri që po shërohet. Spital është tërësisht ndryshe nga unë. Ajo u martua me një bankier dhe tani jeton në Milano, por edhe ajo mendon se unë nuk jam mjaft e mirë për pasurinë që kam." Alesia mori dorën e Ermalit. Atë ditë, kur po ngisja me skuterin, unë nuk isha duke ikur nga jeta. Isha duke ikur nga vetmia. Isha duke ikur nga ndjenja se i gjithë bota më shikon si një trashëgimtare, jo si një njeri. Dhe pastaj, ju më shpëtuat. Ju, që nuk e dini kush jam, që nuk kujdeseni për pasurinë time, që thjesht bët atë që ishte e drejtë. Ajo e shtrangoi dorën e tij më fort. Dhe për këtë, unë dua t'ju njoh më mirë. Jo si dikush që kam një detyrim ndaj, por si një mik, si dikush që më bën të ndihem përsëri njëri." Ermali nuk e dinte çfarë të thoshte. Historia e Alesias ishte kaq e ndryshme nga jeta e tij sa dukej sikur ata jetonin në dy botë për shkak plotësisht të ndryshme. Por në të njëjtën kohë,
Ai pa diçka në sytë e saj që i thoshte se dhimbja ishte e njëjtë, pavarësisht nga pasuria apo origjina. Do të më bënte shumë lumtur të jemi miq, tha ai më në fund. Por Alesja, unë jam thjesht një punëtor kantieri, unë nuk e di si funksionon bota juaj. Dhe pikërisht prandaj ju dua pranë, tha ajo me një buzëqeshje të sinqertë, sepse ju nuk jeni pjesë e asaj bote, ju jeni real. Javët që pasuan ishin ndër më të bukurat dhe më të vështirat që Ermali kishte jetuar ndonjëherë. Ai dhe Alesja filluan të takohen rregullisht, herë në kafe, herë duke ecur nëpër rrugët e vjetra të Bolonjës, herë duke vizituar muzea apo galeri arti. Alesja e njohu me botën e artit dhe arkitekturës që ajo dashuronte aq shumë, ndërsa Ermali i tregoi për Shqipërinë, për traditat, për bukurinë e thjeshtë që mungonin në jetën e tij këtu. Por, jo gjithçka ishte e lehtë. Një ditë, kur po ecnin nëpër Piazza Maggiore, Ermali vuri re se njerëzit i shikonin. Në fillim, mendoi se ishte imagjinata e tij, por pastaj e pa qartë. Disa gra të pasura që po pinin aperitivo në një bar i shikonin me shprehje të habitura. Një burr me kostum ndaloi dhe e përshëndeti Alesian, por kur pa Ermalin, shprehja e tij ndryshoi në diçka midis kuriozitetit dhe përbuzjes. Alesja, kush është miku i tij? Pyeti burri me një ton të qetë por të ngarkuar. Ky është Ermali, një mik i çmuar, tha Alesja me një ton që nuk lejonte debate. Ah, interesante, tha burri duke shikuar Ermalin nga koka dhe këmbët. Bukur, egzotik. Kur u larguan, Alesja e kërkoi ndjesa. Ai është Roberto Farnese, një koleg i Lorenzos, është një idiot. Por Ermali nuk tha asgjë. Ai filloi të kuptonte se lidhja e tyre po shkaktonte vëmendje dhe jo gjithmonë të mirë. Situata u përkeqësua kur, një pasdite, motra e Alesias, Vitoria, u shfaq papritur në apartamentin e Alesias, ndërsa Ermali ishte atje. Ata ishin duke pirë çaj dhe duke folur, kur Vitoria hyri me çelsin e saj. Alesia, duhet të flasim, tha Vitoria pastaj e pa Ermalin. Fytyra e saj u ngurtësua. Oh, ju jeni këtu? Ermali është miku im, tha Alesja duke u ngritur, dhe kjo është shtëpia ime. Mund të trokasin apo jo? Nuk kam kohë për formalitete, tha Vitoria duke hedhur çantën në divan. Kam dëgjuar, thashë theme Alesja, njerëzit po flasin, po thonë se ti e duke dal me një emigrant, me një punëtor. A e di se si duket kjo? Ermali ndihet fikur dikush sapo e kishte goditur në stomak. Ai u ngrit. Mendoj se duhet të shkoj. Jo, tha Alesja me vendosmëri, duke e kapur në dorë. Ti qëndro. Ajo u kthye drejt motrës së saj, sytë e saj duke djegur me mllef. Vitoria, unë nuk i shqetësoj njerëzit, ata mund të flasin sa të duan. Ermali është më i miri që më ka ndodhur në 3 vitet e fundit. Të miri? Tha Vitoria duke qeshur pa humor. Alesja, mos u bëje pamend, ky djalë ka parë mundësinë e tij. Ai e di se ke para. Mendon se është dashuri? Është interes. Kjo ishte shumë. Ermali e nxori dorën nga ajo e Alesias. Unë nuk kam kërkuar asgjë nga zonja Alesja dhe nuk do të kërkoja kur. Nëse mendoni se unë jam këtu për para, atëherë nuk më njihni as pak. Zëri i tij ishte i qetë për plot dinjitet. Pastaj u kthye drejt Alesias. Më vjen keq. Nuk dua të jem arsye konflikti midis jush dhe familjes tuaj. Ai u largua nga apartamenti pa u kthyer. Ndërsa zbriste shkallët, dëgjoi zërin e Alesias duke thirrur emrin e tij, por nuk ndaloi. Thellë në dhemër, fjalët e Vitorias e kishin prekur në një vend të brisht, një frikë që ai veti kishte pasur. Çfarë po bënte duke ndërtuar një lidhje me dikën nga një botë kaq e ndryshme? Ai ishte duke ëndërruar shumë? Ditët që pasuan ishin të dhimbshme. Alesja e thiri, i dërgoi mesazhe, por Ermali u përgjigj shkurt. Ai u kthye në rutinën e tij. Puna, shtëpia, gjumi. Por zemra e tij ndihej e rëndë. Një mbrëmje kur po ecte nga puna, u ndesh me zonjën Gjulja, pronarin e ndërtesës. Ermal, ti duket i trishtuar, tha ajo me shqetësim. Është për atë vajzën e bukur që të erdhi në vizitë javën e kaluar? Ermali u habit. Alesja erdhi këtu? Po, sigurisht. Ajo të kërkonte. I thash se isha në punë. Ajo la një letër për ty. Ja, këtu është. Zonja Gjulja i dha një zarf të bardhë. Ermali e hapi me duar që dridheshin letë. I dashur Ermal, më vjen keq për atë që tha motra ime. Ajo është e gabuar. Unë e di se ti nuk je këtu për interes.
Në fakt, ti je i vetmi person i jetën time që nuk ka asnjë interes përveç se të jeti sinqert. Por kuptoj nëse ke nevojë për hapësirë. Kuptoj nëse kjo është shumë për ty. Familja ime, bota ime, të gjitha janë të komplikuara dhe lodhse. Por të lutem mos më haro, sepse unë nuk mund të harroj ty. Me respekt, Alesia. Ermali lexoi letrën 3 herë. Pastaj, pa e menduar 2 herë, mori telefonin dhe e thirri. Ajo ju përgjigj pas ziles së parë. Ermal? Alesia, më vjen keq që nuk jam përgjigjur. Unë po përpiqem të kuptoj gjithçka. E di, tha ajo me një zë të butë, dhe nuk po të nxjerr presion, por dua që të dish se për mua ti je më shumë se një mik. Ti je dikush që më ka bërë të ndihem përsëri e gjallë. Ato fjale quan Ermalin të ndërtonte një vendim që kishte frikë ta merrte. Dua të shoh, tani. Erdhën tek apartamenti im, tha ajo me një herë. Të lutem. Kur Ermali arriti, Alesia e priti tek dera. Ajo duke e lodhur, por sytë e saj shkëlqenin kur e pa. Faleminderit që erdhe, tha ajo. Ata ulën në balkon, duke shikuar qytetin që shkëlqente në ndritat e natës. Për një kohë të gjatë, asnjëri nuk foli. Pastaj Ermali tha: "Unë nuk jam i mësuar me këtë, Alesia, me njerëzit që gjykojnë, me familje që kontrollojnë. Në botën time, gjërat janë më të thjeshta." "Dhe pikërisht prandaj të dua", tha Alesia duke e shikuar. Fjalët dolën natyrshëm, pa hezitim. Ermali e shikoi, duke u përpjekur të lexonte nëse ishte serioze. Dhe e pa, në sytë e saj, në shprehjen e saj, në mënyrën që po e prekte dorën e tij, të gjitha ishin reale. Alesia, njerëzit si unë dhe njerëz si ti zakonisht nuk përfundojnë bashkë. Atëherë le të jemi përjashtimi, tha ajo me një buzëqesh. Dhe në ato moment, diçka u thye brenda Ermalit, një mur që kishte ndërtuar për të mbrojtur. Ai e puthi për herë të parë, një puthje e butë, e ngadalt, plot me të gjitha emocionet që kishin mbledhur për javë. Kur u ndan, Alesia buzëqeshi me lot në sy. "Faleminderit që nuk ike", mormoriti ajo. "Nuk do t'i iki", premtoi Ermali. Pavarësisht se çfarë do të thotë bota. Por therr në zemër, të dy e dinin se rruga përpara nuk do të ishte e lehtë. Paragjykimet, familja, shoqëria, të gjitha do të ishin pengesa. Por për momentin, në atë balkon nën yjet e Bolonjës, asgjë tjetër nuk kishte rëndësi përveç tyre dy. Muajt e dimrit erdhën me shi dhe mjekull mbi Bolonjë. Dritat e Krishtlindjeve filluan të shfaqen në rrugë dhe qyteti mori ata atmosferë magjike që e bën dimrin italian kaq të veçantë. Por për Ermalin dhe Alesian, Stina erdhi me sfida të reja që as nuk i kishin imagjinuar dot. Lidhja e tyre, që kishte filluar si një sekret i dashurie, nuk mund të qëndronte e fshehur përgjatë. Bota e Alesias ishte shumë e vogël dhe shumë e interesuar për çdo gjë që ajo bënte. Fotografitë e tyre së bashku filluan të shfaqen në revista lokale shoqërore. Trashëgimtarja Alesia Caruso Monti me partnerin e ri të papritur. Titujt ishin të mbushur me insinuata dhe pyetje. Ermali përpiqej të mos i lexonte, por ishte e pamundur t'i shmange plotësisht. Kolegët e tij në kantier filluan ta shiknin ndryshe. Disa me admirim, disa me dyshim, disa me xhelozi. Një ditë, ndërsa po hante drek, një punëtor italian i u afrua. "Pra Ermal, je bërë i famshëm", tha ai me një buzëqeshje të dyshimt. "Po del me një zonjë të pasur. Duhet të jetë bukur, apo jo?" Ermali e shikoi me një shprehje të qetë. "Ajo është një person i mrekullueshëm. Aq është gjithçka që duhet të dish." Sigurisht, tha punëtori duke ngritur duart. "Por më thuaj, kur do të lësh këtë punë dhe të jetosh jetën e mirë?" Fjalët ishin thënë në shaka, por goditën Ermalin thellë. A do të prisnin të gjithë që ai të jetonte nga Alesia? A do ta shihnin gjithmonë si dikush që përfitonte nga ajo? Atë natë, kur u takua me Alesian për darkë në një restorant të qetë, ai e ngriti temën. "Alesia, njerëzit po flasin. Po thonë se unë jam me ty për para."
Alesia vendosi pirunin dhe e shikoi me seriozitet. Dhe ti, çfarë mendon? Unë e di se nuk është e vërtet. Por, po të tjerët. Nëna e Lorenzos, motra jote, shoqëria jote, ata të gjithë mendojnë të njëjtën gjë. Atëherë le të mendojnë, tha Alesia duke mbërthyer dorën e tij në tryez. Ermal, unë nuk jetoj më për mendimin e të tjerëve. Kam kaluar 3 vite duke u munduar të përshtatesha me Pritjet e të gjithëve. Dhe çmëdha, vetmi dhe depresion. Pastaj ti erdhe dhe më tregove se çfarë do të thotë të jetosh me sinqeritet. Por çfarë nëse një ditë ata të bindin? Pyeti Ermali. Çfarë nëse mendimin e tyre të bën të dyshosh për mua? Alesia u ngrit nga karrigja, erdhi pranë tij dhe e puthi në ball. Asnjëherë, nuk do të ndodh asnjëherë. Por sfida më e madhe nuk erdhi nga shoqëria, por nga e kaluara e Alesias, specifik nga nëna e Lorenzos, Beatrice Monti. Ishte një mbrëmje të shtune kur Alesia e ftoi Ermalin në një darkë të veçantë. Ka dikë që dua që të takoni, tha jo me një ton serioz. Dhe paralajmëroi, nuk do të jetë lehtë. Kur Ermali arriti në shtëpinë e Alesias, një vilë të bukur në kodrat jashtë qytetit, pa një makinë të zezë luksoze të parkuar përpara. Zemra e tij ra më shpejt. Ai e dinte se kush ishte. Brenda, Beatrice Monti po priste në sallonin e madh. Ajo ishte një grua në të 70-tat, ende e bukur dhe shumë elegante, veshur me një fustan të zi dhe një gërdan margaritarësh. Por ajo që godiste më shumë ishte shprehja e saj, e ftohtë, vlerësuese, pothuese armiqësore. Zonja Monti, ky është Ermal Gjoni, prezantoi Alesia. Beatrice shikoi Ermalin nga kokat e këmbët, pa u ngritur nga karrigja. Kështu që ju jeni ai që ka kapur vëmendjen e vjes time. Është një kënaqësi t'ju takoj, tha Ermali, duke u përpjekur të mbajë zërin e qetë. Dyshoj për këtë, tha Beatrice me një buzëqeshje të ftohtë. Pastaj u kthye drejt Alesias. Alesia, dashuria ime, çfarë po bën? Ky djalë nuk është i përshtatshëm për ty. Beatrice, ju lutem, filloi Alesia, por nëna e Lorenzos e ndaloi me një ngritje të dorës. Mos më ndërprit, un kam të drejtën të flas. Djali im të la me një trashëgimi që shumë njerëz do të vraponin për ta pasur. Dhe tani pas vetëm 3 vjetësh, ti po e ndën atë me një emigrant? Fjala emigrant u thonshin me aq për buzë, sa Ermali ndje vetëm sikur dikush e kishte goditur. Beatrice, mjaft, Alesia ngritur zërin. Ermali nuk është një emigrant. Ai është burri që më shpëtoi jetën. Ai është burri që më ka dhënë më shumë dashamirësi dhe kujdes në disa muaj, si sa gjithë familja juaj në 3 vite. Beatrice u ngrit, fytyra e saj e skuqur nga inati. Si guxon të më flasësh kështu, pas gjithë shkaje që kemi bërë për ty? Çfarë keni bërë? Thiri Alesia. Më keni kontrolluar, më keni gjykuar, më keni bërë të ndihem sikur nuk kisha mjaftuar shumë e mirë. Lorenzo i më donte, por ju asnjëherë nuk e lejonit. Dhe tani që ai nuk është më, ju ende po përpiqeni ta kontrolloni jetën time. Sepse dua të mbroj, thiri Beatrice. Ky djalë nuk të do ty, ai do pasurinë tënde. Ermali nuk mundi më të heshtë. Zonjë Monti, unë kur nuk kam kërkuar asgjë nga Alesia. Punoj në një kantier nga mëngjesi deri në mbrëmje, jetoj në një apartament të vogël, dërgoj para familjes sime në Shqipëri, nuk kam nevojë për pasurinë e saj. Oh, ju thoni këtë tani, tha Beatrice me përbuzje, por çfarë do të ndodh kur të martoheni, kur të keni akses në llogaritë e saj? Unë kam parë njerëz si ju më parë. Ato fjalë ishin shumë. Ermali u kthye drejt Alesias. Më vjen keq, nuk mund të qëndroj këtu. Ai doli nga villa, duke dëgjuar Alesian që i thërrisnin emrin e tij, por nuk u kthye. Zemra e tij rrahte aq fort sa mezi merrte frym. Ai eci nëpër rrugët e errta të Kodrës, pa ditur ku po shkonte, duke ndjer një mlev dhe dhimbje që nuk ishte ndjer prej vitesh. Sa herë duhet përballej këto? Sa herë duhet provonte që nuk ishte ajo që mendonin? Por Alesia nuk e la të kalonte. Ajo arriti pas 10 minutash me makinën, duke ndaluar pranë tij. Ermal, ngjitu në makinë, të lutem. Ermali hyri, pa folur. Alesia e pa me sy që shkëlqenin nga lotët. Më vjen keq,
tha ajo me një zë të thyer. Nuk duhej të lejoj që ajo të fliste kështu. Nuk duhej, Alesia ndalohe, tha Ermali duke shikuar. Nuk është faji yt, por më thuaj një gjë me sinqeritet. A ka një pjesë të vogël të trurit tënd që po fillon të dyshoj, që po mendon se ndoshta ata kanë të drejtë? Alesia e shikoi me një intensitet që bëri ta ndjente peshën e momentit. As një pjesë, as për një sekond. Ermal, ti e bori më i sinqert që kam takuar ndonjëherë, dhe nëse njerëzit nuk mund ta shohin këtë, problemi është i tyre, jo yti. Ajo pushoi, pastaj shtoi. Por kuptoj në sa shumë për ty. Nëse dëshiron të largohesh, nuk do të të fajsoja. Kjo jetë që un kam, me të gjithë dramat, me familjen toksike, me shoqërinë gjykuese, nuk është ajo që ti meriton. Ermali e shikoi në sy për një kohë të gjatë. Pastaj tha, unë nuk dua të iki. Por, Alesia, nëse do të vazhdojmë bashk, duhet bësh një vendim. Ose jeton për mëshirën e familjes tënde dhe shoqërisë sate, ose jeton për veten. Nuk mund t'i kesh të dy. Alesia e mori dorën e tij. Zgjedh ty. Çdo herë do të zgjedh ty. Ato fjalë ishin gjithçka që Ermali kishte nevojë të dëgjonte. Ai e puthi dhe në ato moment çdo dyshim, çdo frikë, çdo paragjykim u duki vogël dhe i largët. Por jeta, siç ndodh shpesh, kishte plane të tjera. Javën e ardhshme, Ermali mori një thirrje nga Shqipëria që e ndryshoi gjithçka. Ishte nëna e tij. Zëri i saj ishte i thyer nga të qarit. Ermal, baba yt, ai është në spital. Zemra e tij. Mjekët thonë se ka nevojë për një operacion, por ne nuk kemi para. Bota e Ermalit u rrëzua. Sa kushton operacioni? 15.000 euro. Ermal, ne nuk i kemi. Kam shitur gjithçka që mundeshme, kam mbarhua nga të gjithë, por nuk është mjaftueshëm. Ermali ul në krevat, duke ndier një peshë kaq të madhe në kraharor sa mezi merrte frym. 15.000 euro. Ishte më shumë sa i fitonte në një vit. Ishte pamundur. Nën, unë do të gjej një mënyrë. Tha ai, edhe pse nuk kishte ide se si. Mos u shqetëso, do ta shpëtoj. Kur mbyllën telefonin, ai qëndroi për një kohë të gjatë duke shikuar murin. Mendja e tij po vraponte. Mund të merrte kredi, por me rrogën e tij asnjë bank nuk do ta aprovonte. Mund të kërkonte ndihmën e kolegëve, por sa mund të mblidhnin? Disa qindra euro, ndoshta 1.000, jo mjaftueshëm. Dhe pastaj mendimi erdhi. Mendimi që e bëri ta urrente veten për ta pasur. Alesia. Ajo kishte para. Ajo mund ta ndihmonte me leftësi. 15.000 euro për të do të ishin si 15 euro për një person normal. Por nëse kërkonte, çfarë do thoshte kjo? Çfarë do të mendonin Beatrice, Vitoria, shoqëria? Ata do thoshin, ja, e shihni, ai ishte atje përpara gjithmonë. Ermali e dinte se nëse kërkonte ndihmë, do ta vërtetonte çdo akuzë që kishin bërë kundër tij. Do ta shkatërronte çdo gjë që kishte ndërtuar me Alesian. Por nëse nuk kërkonte, babai i tij mund të vdiste. Atë natë ai nuk fjeti fare. Të nesërmen, kur u takua me Alesian, ajo menjëherë vuri re se diçka ishte gabim. Ermal, çfarë ndodhi? Duket sikur nuk e fjetur. Ai donte t'i thoshte. Fjalët ishin aty duke pritur për të dalë, por çdo herë që përpiqej ndjente një ny në fyt që e mbyk. Asgjë, gënjeu ai. Thjesht lodhje nga puna. Por Alesia e njihte më mirë tani. Mos më gënje. Diçka ka ndodhur, më thuaj. Ermali e shikoi dhe në atë moment vendosi. Nëse do t'ishin bashk, duhet të kishte besim. Babai im është në spital. Ai ka nevojë për një operacion urgjent. 15.000 euro. Fytyra e Alesias u zbeh. O, zoti im, pse nuk më the menjëherë? Sepse di se çfarë do të mendojnë njerëzit, se ky është arsyeja që jam me ty, se po të shfrytëzoj. Alesa e mbajti fytyrën e ty me të dy duart. Ermal Gjoni dëgjoi me kujdes. Unë nuk i shqetëson se çfarë mendojnë njerëzit. Babai yt ka nevojë për ndihmë dhe unë do ta jap atë ndihmë. Jo sepse jam të dashuruar me ty, jo sepse ndihem e detyruar, por sepse është e drejta. Alesia nuk mund ta pranoj. Nuk po t'i jap zgjedhje, tha ajo me vendosmëri. Ne do ta bëjmë këtë, do ta bëjmë bashk. Atë ditë Alesia transferoi 15.000 euro në llogarinë e Ermalit. Kur ai e pa shumën në bank, lotut filluan të rrjedhin. Lot lehtësimi, mirënjohje dhe edhe pak turpi. Ai thiri nënën e tij menjëherë.
Nën, paratja në rrugë, babai do të ketë operacionin. Nëna e tij qau aq fort sa mezi mund të fliste. Faleminderit Zotit, faleminderit Ermal, ti je shpëtimi ynë. Por kur mbyllën telefonin, Ermali ndjej një peshë të re, pesha e borxhit, jo vetëm financiar, por emocional. Ai I donte Alesias para, tani ai donte edhe jetën e babait të tij. Si mund të shkëputej ndonjëherë nga ajo edhe nëse donte? 2 javë më vonë operacioni ishte I suksesshëm. Babai I Ermalit po shëroi mirë, por tensioni që kishte ndërtuar midis Ermalit dhe Alesias nuk ishte zhdukur. Ai po përpiqej të jetonte normalisht, por çdo herë që e shikonte, ndjente se ai I detyrohej diçkaje që nuk mund ta kthente kurrë. Një mbrëmje, Alesia e pyeti drejt për drejt: "Pse po largohesh nga unë? Që kur dërgova para ti e bëri largët?" Ermali nguroi, pastaj tha të vërtetën: "Sepse nuk e di si të ndihem. Unë të dua Alesia, por tani njerëzit do të kenë të drejtë, do të thonë se jam me ty sepse më ndihmove." Alesia u acarua, diçka që Ermali rrallë kishte parë. "Pra, më mirë të lejoje babain tënd të vdiste se sa të kërkoje ndihmë nga unë? Kjo është krenaria jote duke folur, Ermal, jo arsyeja." "Ndoshta është krenari," pranoi ai, "por është gjithçka që kam." "Jo," tha Alesia duke e kapur për krah, "ti ke shumë më shumë, ke zemër, ke dinjitet, ke dashamirësi dhe ke mua. Nëse ti e shen ndihmën time si një bar, atëherë ti nuk e kupton se çfarë do të thotë të jesh në një lidhje." Ato fjalë goditën Ermalin. Ajo kishte të drejtë. Ai po lejonte krenarin dhe mendimin e të tjerëve ta shkatronin diçka të bukur. "Më fal," tha ai duke e përqofuar. "Ke të drejtë, unë jam budalla." Po, je, tha Alesia duke buzëqeshur në përlot. Por je budallai im. Por testi vërtet erdhi në Krishtlindje. Alesia e ftoi Ermalin në judark familjare. Diçka që ai kishte shmangur që kur takoi Beatricën, por ajo insistoi: "Nëse do të jemi bashk, familja ime duhet të pranojë, dhe nëse nuk të pranojnë, atëherë do ta bëjnë të qartë se unë do të zgjedh ty." Darka u mbajt në rezidencën e Beatricës, një vilë e madhe jashtë qytetit, e rrethuar nga kopshte. Kur Ermali arriti me Alesian, u pritën nga Vitoria, Beatrice dhe disa të afërmë të tjerë të familjes Monti. Atmosfera ishte e ftohtë dhe zyrtare. "Mirë se erdhët," tha Beatrice me një buzëqeshje që nuk I arriti syve. "Zoti Gjoni, ju jeni bërë pjesë thashë themeve të qytetit." "Nuk ishte qëllimi im," tha Ermali me qetësi. Darka filloi me një heshtje të pakëndshme. Njerëzit hanin dhe pinin, por konversata ishte rrallë dhe detyruar. Ermali ndihej sikur ishte në një gjykatë, duke u gjykuar nga çdo shikim, çdo fjalë. Pastaj në mes të darkës, Beatrice foli: "Zoti Gjoni, kam dëgjuar që morët një shumë të konsiderueshme parash nga Alesia kohët e fundit." Dhomat u bë plotësisht e qetë. Të gjithë u kthyen për ta shikuar Ermalin. Ai ndjeu gjakun duke I njerruar në fytyrë, por e mbajti zërin të qetë. "Po. Alesia më ndihmoi kur babai im kishte nevojë për një operacion, dhe jam përjetësisht mirënjohës." "Sa fisnike," tha Beatrice me sarkazëm. "Edhe tani, do të kërkoni më shumë kur të keni nevojë përsëri?" "Beatrice," thirrri Alesia duke u ngritur nga tryeza. "Mjaft." Por Ermali e ndaloi me një dorë. Ai u ngrit dhe I drejtua Beatrices. "Zonja Monti, unë e kuptoj pse ju nuk më besoni. E kuptoj pse mendoni se jam këtu për para. Por le t'ju them diçka. Para se të takoja Alesian, jeta ime ishte e thjeshtë. E vështirë, por e thjeshtë. Puna, shtëpia, familja në largësi. Nuk kisha shumë, por nuk ankohesha." Ai pushoi duke e shikuar në sy. Pastaj erdhi dita e aksidentit. Unë nuk e kisha ideja kush ishte ajo grua që shtrihej në rrugë. Nuk më interesonte. E gjitha që dija ishte se dikush kishte nevojë për ndihmë, dhe unë e dhasha të ndihmë sepse kështu më mësoi nëna ime, të jesh njëri para së gjithësh. Dhoma ishte plotësisht e qetë tani. Edhe Beatrice dukej sikur po dëgjonte me vëmendje. "Kur mora parat nga Alesia për baban tim, dija se çfarë do të mendonit të gjithë," vazhdoi Ermali. "Dija se do ta përdornit kundër meje. Por zgjedhja ime ishte: ta lë baban tim të vdiste për të mbrojtur krenarin time, apo ta pranoj ndihmën dhe të jetoj me gjykimin tuaj. Zgjodha jetën e babait tim, dhe nëse kjo më bën të keq në sytë tuaj, atëherë le të jetë." Ai u mori një frymë të thellë.
por këtu është e vërteta që ju nuk doni ta dëgjoni. Unë e dua Alesian, jo për pasurinë e saj, jo për emrin e saj, por për atë që është, një grua e fortë, e dhemshur, e sinqertë që më ka bërë të besoj përsëri në të mirën e jetës. Dhe nëse ju nuk mund ta pranoni këtë, problemi është juaj, jo imi. Ai u kthye drejt Alesias. Dhe tani, nëse më lejon, do të doja të shkoja. Nuk dua të jem në një vend ku nuk jam i mirëpritur. Alesia buzëqeshi, një buzëqeshje plot krenari dhe dashuri. Ne shkojmë bashkë. Ata dolën nga vila, duke lënë pas një dhomë plot me shikime të shokuar, por kur arritën në makinë, Alesia e puthi me një intensitet që mori frymën. Ajo ishte gjëja më e guximshme që kam parë ndonjëherë, tha ajo. Ose më i budallajt, tha Ermali duke qeshur. Jo, ishte perfekte. Javët që pasuan ishin çuditërisht të qeta. Beatrice nuk i kontaktoi dhe as Vittoria. Por Ermali vuri re se Alesia dukej më e lehtë, më e lirë. Ishte sikur duke i konfrontuar, ata më në fund kishin thyer zinxhirin që e mbante të burgosur. Dhe pastaj, në një mbrëmje të zakonshme shkurti, ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka. Alesia e ftuai Ermalin në zyrën e saj, diçka që rrallë kishte bërë. Kur ai arriti, ajo e priti me një shprehje të çuditshme, mes nervozizmi dhe entuziazmi. Çfarë ndodhi? Pyeti Ermali. Ulu të lutem, tha ajo duke treguar një karrige. Kur ai u ul, Alesia nxori një dosje të madhe dhe vendosi përpara tij. Kam qenë duke punuar në diçka për javë, diçka që mendoj se do të ndryshoj jetën. Ermali e hapi dosjen dhe pa mendinjo. Dizenja, skica, dokumenta ligjore. Ishte një projekt për një kompani ndërtimi. Çfarë është kjo? Alesia ul pranë tij. Unë jam arkitekte, por trashëgimja nga Lorenzoj përfshin edhe kompani ndërtimi. Për 3 vite i kam lënë ato në menaxhim sepse nuk kisha energjinë të kushtoja vëmendje. Por tani kam një ide të re. Ajo tregoi në dizenje. Dua të hap një degë të re të kompanisë që fokusohet në strehim social. Shtëpi me kosto të ulët për imigrant, familje me të ardhura të ulta, njerëz që kanë nevojë për një fillim të ri. Dhe unë dua që ti të jesh pjesë e kësaj. Ermali e shikoi me konfuzion. Por unë jam vetëm një punëtor. Jo, tha Alesia me vendosmëri. Ti je më shumë. Ti e di si është të jetosh me pak. Ti e di se çfarë kanë nevojë njerëzit si ti. Dhe më e rëndësishmja, ti ke një zemër që vjen nga vendi i duhur. Ajo shtrëngoi dorën e tij. Dua që ti të jesh koordinatori i projektit. Do të punosh me arkitektët tanë, me inxhinierët, me menaxherët. Do të trajnojmë, do të t'japim mbështetje, por ti do të jesh zemra e këtij projekti. Ermari nuk besonte në atë që dëgjonte. Alesia, kjo është shumë. Unë nuk e di nëse jam i kualifikuar. Ti je më i kualifikuar se kushdo, tha ajo, sepse ti e kupton, dhe më e rëndësishmja, ti e kujdesesh. Kjo është ajo që nevojitet. Lot filluan të rrjedhin në fytyrën e Ermalit. Lot gëzimi, lot besimi, lot shprese. Pse po bën këtë për mua? Sepse të dua, tha Alesia thjesht, dhe sepse dua që ne të ndërtojmë diçka të bukur bashk. Jo vetëm një kompani, por një jetë që ka kuptim. Pranvera erdhi me lule dhe dritë mbi Bolonjë. Projekti i Alesias dhe Ermalit filloi të merrte formë. Ata punuan ditë e natë, duke planifikuar, duke projektuar, duke takuar njerëz që mund t'i ndihmonin, dhe ngadalë, fjala u përha për atë që po bënin. Gazeta lokale shkroi një artikull. Trashëgimtarja Monti dhe partneri i saj ndërtojnë shpresë për emigrantët. Toni ishte pozitiv. Për herë të parë, mediat po i shihnin jo si një çift i çuditshëm, por si njerëz që po bënin diçka me vlerë. Dhe pastaj erdhi momenti që askush nuk e kishte pritur. Beatrice Monti u shfaq në zyrën e Alesias një mbrëmje. Kur Ermali e pa, zemra e tij ra. Por kësaj radhe, shpreha e Beatrices ishte ndryshe. Jo e ftohtë, por jo edhe krejtësisht e ngrohtë. Mund të flas me ju? Pyeti ajo duke shikuar nga Ermali. Alesia pa drejt Ermalit, i cili tundi kokën. Ajo doli nga zyra duke i lënë vetëm. Beatrice ul përballë Ermalit. Për një moment,
Asnjëri nuk foli. Pastaj, ajo tha: "Lexova për projektin tuaj, shtrehim social për emigrantët." "Po," tha Ermali duke u përpjekur të mbajë zyrin neutral. Beatrice pushoi, pastaj tha diçka që e shokoi. "Djali im Lorenzoi do të kishte dashur këtë. Ai gjithmonë fliste për të bërë diçka kuptim plot me pasurinë e familjes sime. Por unë e pengova. Thoja se biznesi është biznes, se nuk mund të ndihmosh gjithkënd." Ajo e shikoi në sy. "Unë kam qenë e ashpër me ju, zoti Gjoni. Shumë e ashpër. Dhe arsyeja është sepse kisha frikë. Frikë se ju do ta merrnit Alesian larg meje. Frikë se do të harronit Lorenzon. Frikë se do të humbisja edhe atë pak që më kishte mbetur nga familja ime." Zëri i saj u thye. "Por kur lexova për atë që po bënin, kuptova se ju nuk po e merrni Alesian larg nga asgjë. Ju po i jepni asaj diçka që unë dhe familja ime nuk mundëm kurrë. Një qëllim." Ermali nuk e dinte çfarë të thoshte. Kjo grua që e kishte trajtuar me aq përbuzje, tani po hapej para tij. "Unë nuk po kërkoj falje," vazhdoi Beatrice, "sepse di se fjalët nuk mjaftojnë, por po ju ofroj diçka tjetër, mbështetjen time, për projektin, për lidhjen tuaj me Alesian, për gjithçka." Ajo nxori një zarfe dhe e vendosi në tryezë. "Ky është një kontribut nga Fondi Familjar i Montive. 500.000 euro për projektin tuaj, pa kushte, pa presion. Thjesht një mënyrë për të treguar se ndoshta isha e gabuar për ju." Ermali shikoi zarfin, pastaj Beatricen. Për herë të parë, ai pa jo një armike, por një grua të moshuar që kishte humbur shumë dhe që po përpiqej në mënyrën e saj të ngathët të bënte paqe. "Faleminderit, zonja Monti," tha ai me sinqeritet. "Kjo do të thotë shumë, jo vetëm për projektin, por për mua personalisht." Beatrice tundi kokën, pastaj u ngrit për të ikur, por në derë ai u kthye. "Dhe zoti Gjoni, kujdesuni për Alesian, ajo ka kaluar shumë, meriton të jetë e lumtur." "Do ta bëj," premtoi Ermali. "Çdo ditë." Muajt e verës kaluan si në një ëndër. Projekti i strehimit social u lançua zyrtarisht në qershor me një ceremoni të madhe ku morën pjesë zyrtarët e qytetit, përfaqësues të komunitetit emigrant dhe gazetarë nga i gjithë rajoni. Ermali foli para turmës, diçka që kurrë nuk e kishte imagjinuar dot, duke treguar historinë e tij dhe vizionin për të ardhmen. Kur mbaroi, aplauzimet ishin të zhurmshme dhe të sinqerta. Dhe kur zbriti nga podiumit, Alesia ishte aty, duke qeshur me lot në sy. "Ti je i mahnitshëm," tha ajo duke e përqafuar. Por surpriza më e madhe erdhi më vonë atë mbrëmje. Alesia i çoi Ermalin në një vend të veçantë. Një kodër jashtë qytetit ku mund të shihej gjitha Bologna e ndriçuar poshtë. Dielli po perëndonte, duke ngjyrosur qiellin në nuanca portokalli dhe vjollca. "Pse më solle këtu?" pyeti Ermali. Alesia e mori dorën e tij dhe e vendosi në një pikë të caktuar ku kishte një vendim i vogël me pamje panoramike. Dhe atje, të gdhendura në një pllak bronzi, ishin fjalët: "Në kujtim të momentit kur jeta ndryshoi, ku mirësia u takua me fatin dhe dashuria lindi nga shpëtimi." Ermali lexoi fjalët 3 herë duke përpiqur të kuptonte, pastaj Alesia foli. "Ky vend, ky shikimi mbi Bolognën, është vendi ku unë vendosa të jap jetës time një kuptim të ri, dhe doja që ti ta dish se ti je pjesë e atij kuptimi." Ajo u përkul në një gjuhë dhe zemra e Ermalit ndaloi për një moment. "Ermal Gjoni," tha Alesia me zërin që dridhej lehtë. "Nga momenti që hape syt pas aksidentit dhe mjekët më thanë se dikush më kishte shpëtuar, dija se jeta ime kishte marrë një drejtim të ri. Kur të takova, kuptova se ajo nuk ishte vetëm një shpëtim fizik, ishte një shpëtim shpirtëror." Ajo nxorri një kuti të vogël nga xhepi. "Ti më ke mësuar se çfarë do të thotë të dashurosh pa kushte, të jesh i fortë edhe kur bota është kundër, të besosh në të mirën edhe kur të gjithë dyshojnë. Dhe tani, dua ta kaloj pjesën e mbetur të jetës sime duke mësuar nga ty, duke qeshur me ty, duke ndërtuar me ty." Ajo hapi kutin duke zbuluar një unas të thjesht për të bukur. "A do të më martohesh?" Ermali nuk mundi të fliste. Lotët po rrjedhin lirisht tani, lot gëzimi, besimi, dashurie të pafund. Ai u përkul dhe ngriti Alesia në këmbë duke përqafuar fort. "Po,"
murmuriti në veshët e saj. 1000 herë po. Kur u ndan, ai e puthi me të gjithë pasionin, të gjithë mirënjohjen, të gjithë dashurinë që kishte në zemër. Dhe në atë moment, në qiellin e Bolonjës që erësohej, 2 njerëz nga bota krejt të ndryshëm u bën një. Nëntor 2020, erdhi me era të ftohta dhe gjethe që binin nëpër rrugët e Bolonjës. Por në kantierin e ri ku po ngritej kompleksi i parë i strehimit social, atmosfera ishte plot ngrohtësi dhe entuziazëm. Ermali, tani e veshur me një xhaketë inxhinieri dhe në planin në dorë, ecte nëpër kantier duke inspektuar çdo detaj. Punëtorët, shumë prej tyre emigrantë si ai, punonin me përkushtim, duke ditur se çdo tull që vinin ishte një hap drejt një jete më të mirë për dikë. Si duket? Pyeti një zë prapa tij. Ermali u kthye dhe buzëqeshi. Ishte Alesia, tani gruaja e tij prej 6 muajsh, duke mbajtur 2 kafe në duar. Edhe ajo ishte veshur me veshje pune, duke treguar se ishte po aq e përfshirë sa ai. Duket si një ëndër që po bëhet realitet, tha Ermali duke marrë kafen. Ëndra jon, korrigjoi Alesia. Ata qëndrojnë për një moment duke shikuar ndërtesën që po ngrihej para tyre. Brenda disa muajsh, 60 familje do të kishin një shtëpi të re. 200 njerëz do të kishin një fillim të ri. Ai di që çfarë them? Se ditën e aksidentit, unë mendoja se jeta ime kishte mbaruar, por në të vërtetë, ajo sapo kishte filluar. Ermali e puthi në ball. Për ne të dy. Në atë moment, telefoni i Ermalit u dridh. Ishte nëna e tij nga Shqipëria, duke bërë një video thirrje. Kur ju përgjigj, fytyra e saj e gëzuar shfaqej në ekran, me baban pranë saj që buzëqeshte gjerë. Ermal, djali im, thirrri ajo. Ne po shikojmë lajmet, kanë solu për projektin tënd. Të gjithë në lagje po flasin, jemi kaq krenar për ty. Babai i Ermalit, i shëruar plotësisht tani, shtoi. Ti po bën diçka të madhe birë, po ndihmon njerëz, po e bën emrin ton të nderuar. Ermali ndjeu një ny në fyt. Ju faleminderit për gjithçka që më keni mësuar, pa ju, unë nuk do të isha ky që jam sot. Dhe kur po vini në Shqipëri, pyeti nëna. Dua ta takoj Alesian si duhet, të gjithë fisi po pret. Alesia buzëqeshi dhe foli në shqip, diçka që kishte filluar ta mësonte. Shumë shpejt nën, premtoj. Pas thirrjes, ata vazhduan të ecnin nëpër kantier, por kësaj radhe, dora në dorë, duke ditur se çdo hap që bënin ishte një hap drejt diçkaje më të madhe se vetë ata, drejt një gote ku mirësia fitonte, ku dashuria mposhte paragjykimin, ku njerëzia triumfonte. 5 vite më vonë. Në një mbrëmje të ngrohtë shtatori, Ermali dhe Alesia qëndronin në balkonin e shtëpisë së tyre të re. Një vile bukur, por jo e tepluar, e ndërtuar me planin e tyre, me dashuri dhe ëndrrën për një jetë të thjeshtë, por plot kuptim. Në krahët e Alesias, një vajzë e vogël 4 vjeçe me flok kaftan dhe sy të zinj si babai i saj po luante me një kukull. Emri i saj ishte Elena, zgjedhur nga emri i nënës së Ermalit. Babush, kur të rritem do të ndërtoj shtëpi si ti? Pyeti Elena me zërin e saj të ëmbël. Ermali buzëqeshi dhe e puthi në ball. Mund të ndërtosh çfarë të dësh, zemër e vogël, por më e rëndësishmja është të ndërtosh me dashuri në zemër. Alesia i pa të dy me sytë që shkëlqenin. A e dini se çfarë dite është sot? Pyeti ajo. Ermali mendoi për një moment, pastaj e kujtoi. Është përvjetori, 6 vjet nga aksidenti. Po, tha Alesia, 6 vjet nga dita që jeta ime ndryshoi, 6 vjet që ti më shpëtove. Jo, tha Ermali duke e kapur dorën e saj, ne u shpëtuam njëri tjetrin. Dhe kur dielli po perëndonte mbi kodrat e Bolonjës, duke ngjyrosur qiellin në nuanca portokalli dhe vjollce, ai familje e vogël por e lumtur, qëndroi së bashku duke festuar jo vetëm për vjetorin e një aksidenti, por fillimin e një jete që kishte provuar se dashuria e vërtet nuk njeh kufi, nuk njeh paragjykim, nuk njeh pasuri apo varfëri, por vetëm zemrën. Dhe kjo zemër, e pastër dhe e sinqert, ishte ajo që kishte ndryshuar gjithçka.
Kjo histori na mëson se ndonjëherë momentet më të vështira të jetës mund të jenë fillimi i diçkaje të mrekullueshme. Një gest i thjesht mirësie mund të ndryshojë vetëm një jetë, por të krijon një val efektesh që prekën qindra, madje mijëra njerëz. Ermali nuk donte të bëhej hero. Ai thjesht donte të ndihmonte. Dhe pikërisht kjo natyrshmëri, kjo njerëzi e pastër, ishte ajo që e bëri të meritonte çdo mirësi që i erdhi më vonë. Historia na kujton gjithashtu se paragjykimet dhe mendimet e të tjerëve nuk duhet na pengojnë të jetojmë me autenticitet. Ermali dhe Alesia përballuan kritika, dyshime dhe kundërshtim nga shoqëria dhe familja. Por ata zgjodhën njëri tjetrin, zgjodhën dashurinë e vërtet dhe në fund fituan. Dhe më e rëndësishmja, ata nuk e mbajnë lumturinë e tyre vetëm për vete. E kthyen atë në diçka më të madhe, një projekt që ndihmon të tjerët, që krijon shpresë, që ndërtuan një komunitet më të fortë. Kjo është fuqia e mirësisë, kjo është fuqia e dashurisë. Dhe kjo është arsyeja pse duhet besojmë gjithmonë se edhe në momentet më të errta, drita po vjen. Faleminderit që dëgjuat këtë histori. Nëse ju preku zemrën, mos harroni të lini një like dhe të komentoni mendimet tuaja. A do të vepronit si Ermali? A besoni në dashurinë që te i kalon çdo pengesë? Më tregoni në komentet.